Këngëtarja e njohur Ronela Hayati ka rikthyer edhe një herë vëmendjen e mediave roz dhe publikut, por kësaj radhe jo për një projekt të ri muzikor, klip apo bashkëpunim artistik. Artistja, e cila gjithmonë ka qenë në qendër të vëmendjes për stilin e saj të veçantë, energjinë skenike dhe sinqeritetin me ndjekësit, duket se po përjeton një kthes të papritur në jetën e saj personale. Vetëm pak muaj më parë, Ronela ndau hapur me publikun lumturinë e saj sentimentale, duke publikuar në rrjetet sociale foto dhe video të ëmbla krah partnerit të saj. Postimet u shoqëruan me komente pozitive, zemra dhe urime të shumta nga fansat, të cilët e pan këtë periudhë si një kapitull të ri të mbushur me dashuri dhe qetësi për artisten. Shumë prej ndjekësve përshëndetën hapjen e saj emocionale, duke e vlerësuar faktin që Ronela vendosi të ndajë një pjesë intime të jetës së saj, ndryshe nga rezervimi që kishte treguar më herët për jetën private. Fotot dhe videot u shpërndan me shpejtësi në rrjetet sociale dhe portale, duke u interpretuar si një konfirmim i një lidhje serioze dhe të qëndrueshme. Për një moment, gjithçka dukej se po shkonte për mrekulli dhe se këngëtarja kishte gjetur ekuilibrin mes jetës profesionale dhe asaj sentimentale. Megjithatë, situata duket se ka ndryshuar papritur. Së fundmi, ndjekësit më të vëmendshëm kanë vënë re se Ronela ka fshirë nga rrjetet sociale të gjitha postimet ku shfaqej me partnerin e saj. Ky veprim, edhe pse i heshtur, nuk ka kaluar pa u vënë re dhe ka ngritur menjëherë pikpyetje të shumta. Mediat roz dhe fansat kanë nisur të spekulojnë për një ndarje të mundshme apo për probleme serioze në marrëdhënien e çiftit. Heshtja e artistes vetëm sa e ka shtuar misterin rreth kësaj situate. Deri më tani, Ronela nuk ka reaguar dhe nuk ka bërë asnjë deklaratë publike për të sqaruar arsyet e këtij vendimi, duke lënë vend për interpretime të ndryshme. Nuk dihet nëse bëhet fjalë për një krizë kalimtare, një vendim për të ruajtur më shumë privatësinë, apo për një ndarje përfundimtare. Pavarësisht zhvillimeve në jetën personale, Ronela Hayati mbetet një nga emrat më të komentuar dhe më të dashur të muzikës shqiptare. Fansat vazhdojnë ta mbështesin dhe presin me interes reagimin e saj të mundshëm, ndërsa mbetet për të parë nëse artistja do të zgjedhë të flasë hapur për këtë kapitull të ri apo do të preferojë ta mbajë larg syrit të publikut. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.